le të dalim tek mishi. Aktualisht ne jemi në një situatë që deri para daljes urdhrit që ka gati një vit, që BE-ja ka njoftuar që në 3 shtator nuk do t'importohet as 1 kilogram mish nga Brazili, dhe jo vetëm mish, por produkte me origjinë shtazore që janë shpendët, është mjalti, pra as një lloj produkti, as zorrët që përdoren në sallameri. Pra, produktet me origjinë shtazore nuk do të importohen më në vendet e BE-s. Në fakt, BE-ja merrte produkte me origjinë shtazore nga Brazili vetëm në stabilimente që i nënshtroheshin auditeve periodike nga BE-ja. Ç'do të thotë kjo? Pra, ngarkesat me mish Brazili në momentin që hynin në një vend evropian, përveç standardeve të inspektimit, pra kontrolli fizik dhe kontrolli dokumentar, natyrisht herë pas here, në varësi të analizës së riskut edhe proces analitik, kujdesen që në mënyrë frekuente për të gjitha eksportet nga vendet e treta, ku futet edhe Brazili, të auditojnë në vend, pra jo vetëm produktin, por të gjithë sistemin. Dhe kjo, pa nga disa audite rresht, u vure që Brazili, stabilimentet e miratuara për të eksportuar mish në BE, kishin probleme me përdorimin e antibiotikëve.